Për Federatën e Basketbollit të dy evente ndahen në dy pjesë. E para është diplomacia sportive, ardhja e presidentit të FIBA Evropës, Jorge Garbajosa, mrena 2-3 muajve për të herën e dytë, do me thonë shumë, dhe së bashku me sekretarin e përgjithshëm apo drejtorin ekzekutiv të FIBA Evropës, Kamil Novak. Kjo tregon se ata me të vërtetë vlerësojnë punën që e bën Federata e Basketbollit të Kosovës, edhe dëshmia më e mirë e krejt kësaj është fakti që kur kemi aplikuar për herë të parë për këto dy organizime, pra për FIBA Europe U14 Get Together dhe për FIBA Europe Youth Commission Meeting, të dyja këto shkojnë bashkë, atëherë ata pa hezitim bordi i FIBA Evropës e ka miratu kërkesën tonë. Për neve është shumë e qartë në strategjinë e re 2026-2030, të cilën jemi duke finalizuar me FIBA botën, është shumë e qartë që këto fokusi ka me qenë në zhvillimin e gjeneratave të reja, në identifikimin e talentëve, dhe këta normalisht do ta bëjmë së bashku me ekspertët e FIBA-s, këta që janë këtu në këtë event, por dhe të tjerë që do të na bashkohen gjatë rrugtimit. Unë si sekretare e përgjithshme me vërtet këto ditë jam shumë emocionuar sepse me sjell të dy evente në Kosovë është një arritur shumë e madhe. Për neve Ministria e Sportit është partner strategjik dhe është shumë e rëndësishme ta kemi në këtë rrugtim, edhe deri më tani që kemi pasur edhe të riun që ta kemi për implementimin e planit strategjik 2026-2030. Në anën tjetër, presidenti Garbajosa e tregoi qartazi se Federata e Basketbollit të Kosovës administrativisht është një prej federatave më të organizuara dhe se ai është shumë i bindur që me planin e ri strategjik të cilin jemi duke punuar së bashku me FIBA-n, atëherë do të arrijmë dhe të kemi sukses duke filluar nga përfaqësuesit e reja dhe më pas do të vazhdojmë të përfaqësuesit seniorë. Që është e rëndësishme përveç gjitha këto organizime që jemi duke bërë të gjeneratave të reja, është ideja që me ftu eksperiencë dhe me arrit qëllimin kryesor që është organizimi i një grupi, qoftë meshkuj, qoftë të femrat. Kështu që po besoj fuqishëm që pasi të fillojmë punën në 2027, pasi të fillon puna për ndërtimin e infrastrukturës ose modernizimin e infrastrukturës për lojrat mesdhetare, është shumë e qartë që deri në 2030 do ta kemi një palestër të madhe, edhe disa palestra të rregulluara, kështu që ajo Çiproja çfarë ka treguar këtë vit, duke organizuar një grup shumë të madh me shtete shumë të mëdha, ata kanë treguar se me një organizim të tillë edhe me një mobilizim të shtetit, të federatës, të qeverisë lokale, atëherë mundet gjithçka të jetë e mundshme.